Dhe Ibrahimi a.s. kishte si qëllim që të shkonte dhe ta shpërndante Islamin dhe besimin ke Zoti në çdo vend. Dhe njeriu nëse është i fortë në test, atëherë Zoti e begaton nga të gjitha anët. Dhe profeti Ibrahim mbasi dialogoi me Nemrudin, pra me diktatorin, mbasi e sfidoi atë me një dialog shumë të fin edhe shumë komod, pastaj e larguan prej Irakut ose prej vendit ku ishte në atë kohë. Dhe Ibrahimi kishte një qëllim bashkë me Sarën, me bashorten e tij, që të shkonin kudo në vendet, se kuptohet bota atëherë ka qenë më e vogël. Sipas statistikave që unë i kam parë vetë, sipas statistikave që japin historianët dhe ato që numrojnë, në kohën e Ibrahimit alayhis salam, llogaritet që bota ka qenë vetëm 5 milion vet. Ka qenë më e kufizuar. Më e kufizuar. Mendohet që në kohën e Jezusit apo Isait kanë qenë afërsisht 50 deri në 100 milion vet. Kohën e pejgamberit ton, Muhamedit alayhis salam, llogaritet që ka qenë 150 deri në 200 milion vet banor të tokës, sot jemi 8 miliard, edhe me shifet trendit do të shtohen. Dhe Ibrahimi a.s. kishte si qëllim që të shkonte dhe ta shpërndante Islamin dhe besimin ke Zoti në çdo vend. Duke qenë se e larguan prej vendit të tij, ai bashkë me Sarën udhëtuan për në Egjipt me qëllimin e mirë që të gjeshin një vend më të qetë, më stabil, dhe në të njëjtën kohë mos kishin ato testet e mëdha që kishin me Nemrudin, me popullin, me babain, dhe duke menduar që do të gjenë qetësi, po nuk ishte e thënë.